E mira e këtyre se këta vinë në grup, jemi dhe ne me bër fix 5 heronjtë e Vikut. Jepi Juli me këto prezantimet e bukura. Jepi emër firmë. Jepi. Ç'të them më këtë jepi o vlla se ka njerëz që i ngatrojnë në burr. Po jo, më kanë histori me taksi këta, e tregojnë shumë bukur. Prandaj se i ngatrojnë, jepi pra me kë jepi sot. Erblin Bajko, Dortrokitje. Respekte, mirë se na erdhët. Aleksandr Grami. Respekte. Dhe Jorke Broka. Respekte. Dy emra, dy arsye. Angelo dhe Juliani. Respekte. Çuna, Natë mirë. Çuna e para punës, ju falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tuaj ta kalonit këtu me ne, jo duke parë Partizanin e Mos me Dinamon. Unë jam me të udhën, kështu që s'kam interes. Unë shoh vetëm italianën. Me Interin a me Milanin me kë? Juven. Okej. Mafioze. Faleminderit. Mbrëma, faleminderit për ftesën, jeni shumë të mirë. Go Partizani. Bravo. Okej, e mori. Po çuna si është rikthehesh në radio pas shumë kohësh? Ishim në para javë, po si Shi. Është bukur. Na pas ngënjy. Jo më. Sigurisht, sidomos Top Albania Radio pas gjithë atyre viteve histori dhe ne kemi pas fatin të jemi pjesë një vit pas një emision dhe gjithmonë është nostalgji, po nga ana tjetër edhe kënaqësi. Por më shumë flet Aleksandri. Po, Sandri S'ka të trashtoj më shumë, ishte një Pra, kuptua që propaganda nuk pi ujë shumë gjatë. Jo. Ose pi ujë, Eksperienca bukur me thënë drejtën. Ose pi aq shumë ujë sa i thon vllai, jo këtu. Ku jemi tani, jemi si në shtëpi, kështu që. Okej, bukur. Ndjesimi radio është gjithmonë ndjesi super e mirë. Dita Fal Angelo. mos e vri mendjen në burr. Dita juaj si ishte sot top fare apo tap topi? Si ka qenë kjo? Ishte top fare mendoj. E mendon që e kemi nis ditën në të natës, se Okej. kemi qenë zgjuar, tap topi. Po çfarë bëhet një natë për shkak? Top topi. Okej. Agjeron? E kam provuar disa herë, po. Nga që thash një natës mos i zgjuar për të Ja, ngrënë. po se çfarë është ky kineze? Është ora 4 ajo besoj. Po, aqesh. Po. Okej. Mirë, kam mos provuar futemi disa Me punë, me përpjekje, kështu arrit. Juli mos na fute feja. Po, Na kalon në ujëra të tjerë. Ne kemi një traditë emisionit që futemi në Që YouTube. edhe shohim kush nga ju ka video lakuriq. Më pas keni parë? Është në frëngjisht ajo, është në frëngjisht ne. Erblin nuk të njëjtë Nuk e valla. kam parë. Ma dërgoni ju lutem. Është e bukur. Edhe futemi në YouTube, të hapim për shumë në rasti konkret. Tek ju kemi hap një nga skeqet e familjes Astari. Okej. Dhe na doli para Pulën e skeqit- detit, Po, për pula e më detit. konkretisht. Ju si Pula, skeqi me se pulën i e mbani detit. mend se keni bërë shumë, po. Për vitin e ri. Dhe, Për vitin e ri. po, Okej. Dhe gërmojmë te komentet për gjetë ndaj koment pikant. Okej. Dhe është një koment që thot: mos e hiqni familjen Astari. Prit. Na bëjnë shumë për të qeshur. Familjen Astari e shohim më shumë nga gjithë të tjerat. Edhe tjerat i shohim, por këto i shohim 2 herë. Por zoti nuk rehyshive është Ora, komenti është fik. koment, me të Ju vogël. lutem, këtu ndryshon dialekt. Mos e hekni familjen Astari. Këtu shut vllai Maci duke thënë se shkruajtën. Shumë e bukur thot. Tani, pse ju shohit 2 herë çuna? As ju kuptojnë apo ju pëlqejnë? Bukur pyetja. Bukur. Unë shpresoj të jetë e dyta me të drejtën, se nëse është e para kemi ik fare, kemi të shtuar. Po është e bukur thira, mos e hekni familjen Astari. Ne do bëjmë pamundur e mos ta hekim familjen Astari. Dhe do bëjmë shumë shpejt me një. Keni Zë në familje qenë tjetër dysh? Jo familje dysh, thjesht do bëjmë dimensione më të mëdha. Okej, bukur. Hyni në YouTube dhe shihni komente se çfarë thon njerëzit për ju? Me thënë drejtën, unë i hedh nga i sy, Okej, mas jo. shfaqes gjithmonë komentet. Në përgjithësi janë shumë pozitive, ka edhe njerëz që të kritikojnë pse e bëre këtë, pse s'e bëre atë, por gjithë secili ka mendimin e vet, e respektojmë. Faleminderit dhe për ato komente. Ka një gjë të bukur që ndodh dhe ndodh përgjithësi me gjithë aktorët e Portokallisë. Ka ndodhur këto 2 sezone. Na vin emailë secili të veçantë, po në përgjithësi nga i njëjti person, se është një person. Spam. Si? Spam, nuk ka rëndësi.
Edhe emaili është për gjithë njësoj. Ju lutem mos e mbyllni portokallin për 1 milion vjet. Ju lutem. Ka dhe ca gjëra tjera që nuk thuaj. Por ky mesazh mund të vijë 25 herë te secili. Shumë e bukur. Kjo është një protestë virtuale, duhet. Të themi aty Robi që e kemi lexuar emailin. Kemi lexuar. Faleminderit. Kemi edhe ca adresa falso, për shembull aty çaj janë kështu bravo, jeni më të mirë, jemi ne. Okej. Edhe ky mesazh që po qeshë që në fillim mos je ti, apo jo? Po deri një natë çfarë bën ai me këto me Miri anglik, dëshni. Babi miri nga. Babi miri. O çuna sa e vështirë është të mbash një grup kaq gjatë, siç jeni ju. Na ka ikoni kështu që ne kemi marrë kaq mirë grupin. Pa i tjetri atje iku për arsye të tjera, a kupton? Jetën tonë vetë mirë. Është shumë e thjeshtë në qoftë se personat e atij grupi e duan njëri tjetrin, e respektojnë dhe duan kanë një qëllim të përbashkët për të arritur diku. Atë po di që. Të duash shumë. Kjo është e vërteta. Jeni me atë idenë u s'dua të vetë kurrë në Amerikë. Ikim si turist. Kështu nga ky aspekt është e thjeshtë. Tani sa është e thjeshtë është edhe e vështirë normalisht, gjithmonë duhet me respektu njëri tjetrin edhe mos me fillu me deliru që jo jam unë jo je ti. Okej. Edhe mendoj që sa më të sinqert me njëri tjetrin, të jemi aq më shumë kemi O çuna, a është familja Astari krimi juaj më i mirë? Artistikisht deri tani? Është më i famshmi dhe më i suksesshmi në mosha të ndryshme. Okej. Por kemi disa role të tjera, për shkak që fëmijët nuk e ndjekin, po e ndjekin triturit. Po. Mjekët për shkak mund vetë që kemi bërë një farë kohë, që ne kënaqeshim shumë me mjekët. ZNQ ja. Po, Që ishte e vjetshme. Kjo është më Do e jesh sigurisht edhe këtë sezon. Gëzimi më i ri në familje. Për vërtetë se ju ndjeni domethënë ai qefi që bëni ju edhe kur jeni në Portokalli. Të paktën ne që kemi mbaruar të njëjtën shkollë e dallojmë që ju kënaqeni shumë atë. Ne kemi marrë në të njëjtën shkollë dhe kemi mësuar aty që po s'u kënaqem ne, publiku nuk do kënaqet, edhe po edhe skenaret sa më shumë qef. Që i shkruajmë vet, domethënë është dhe një anë tjetër që shprehemi ashtu siç vërtet dhe në ditët e sotme është shumë e vështirë të kesh një platformë ku ti të shprehesh lirisht artin tënd, kështu që jemi shumë të lumtur. Lekët e skenarit i ndani për 3? Po. Ne për 3. Po bie ndonjë gjë ashtu? Apo bie si s'bie. Bie. Po është laptopi që që po thojë po nuk është ajo, domethënë nuk është thjesht ana monetare ajo çka ne duam të arrijmë, domethënë me të thënë drejtën fakti që kemi nisë këtë gjë është për këtë që po jetojmë sot për njerëzit që na shohin dhe kënaqen duke na parë. Pastaj ana monetare çdo punë do bësh do paguash. Se po thoshë Sander para se të futeshim lepsa shpejt ikën koha. Iku i çerekosh, kemi reklama tani se na ra nga koha. Reklama dhe rikthehemi pas para reklama. Para reklama mos e hekni familjen e Starit. Aman. O çuna tani jemi tek bashkëbisedim me popullin. Gjunjë duke ulur. Kam djalin e një kushërirë sime. E kam vërtet mos qenë, mos u tallë. Cilin djalë? Se edhe mund na djalë gocë xhajse? Po. Kam djalin e kushërirës time dhe një ditë po pija kafe me kushërirën burin dhe me fëmijën dhe bie muhabeti më thotë mu është fiksu çuni 6 vjeç. Shçmend me familjen Astari. Merr telefonin, futet në YouTube dhe vetëm shef familjen Astari dhe i kam mësu për mend. Gjitha më nuk i kam mësu thot tani nuk besoj se i kam mësu gjitha por mend. Ai shef 10 herë. Domethënë dhe problemi nuk qëndron, problemi është se kemi frikë tani të bërtasim apo të debatojmë jo me çfarë thotë çemi ne familja Astari. Domethënë ti prandaj kishe ja 3 javë që më thoi mua hajde marrim çuna hajde. Do e më dalë te kjo pyetja. E para duhet të jeni ca lek se po ju shtoj klikimet. Ças më thoshte hajde marrim janë super çuna. Ej marrim se do bëjmë gallata manër hajde marrim. Kështu që ka edhe nga këto raste nuk janë vetëm të rriturit apo familjarët që ju shohin. Është vërtet. Janë grup mosha të ndryshme me të thënë drejtën, se edhe personazhet tonë janë në mosha të ndryshme. Pra është babai, diku ka qenë edhe nëna, jemi 2 fëmijë që jemi prap grup mosha të ndryshme, gjithë secili nëpër familjen shqiptare gjen veten, dikush te nëna, dikush te babai, dikush te kuni, dikush te motra. Edhe kështu pastaj ato fillojnë zihen shtëpi kush është. Na ndalojnë shpesh, në familjar dhe thotë ne i kemi ndar rolet. Unë jam vllana thotë ajo, unë jam dedi, unë jam principesha, kemi edhe çunin, e ka ndar rolet. Po ndonjëherë janë kështu ç'a na keni bëma. Po ç'a na keni bëma, ju na jeni bosit shtëpisë. Po nuk rrit është ndjesie e mirë kur i dëgjon këto komente, sepse
Do të thotë që si jemi bërë të bezdisur edhe besoj kemi Jo, qenë. as pak. Edhe ne e provuam, po kur më thonin dedi se si më duket, në tash le hiqe fare. E po ti si kapje do të zërin, si kapje do të time. Se më thoi dedi se Shumica si më thret Tedi. Tedi. Po e Tedi. bukur është, e bukur. Po shumë kurioz jam të vriten kordat e zërit o Erblina, po je mësuar. Jo, unë flasim mbështetur. Po i them koka mrapa. Janë teknika aktrimi, tjetra. I keni bë kur keni pas sistemi 4 vjeçar. Se ne të pesës nuk e kapim. Kush ë? Të pesës pra, pesë sistemi 5 vjeçar. Ska është shkolla e çmendme. Duket si zë koke, por nuk është, me të thënë drejtën. Se normalisht është i lodhshëm, por jo i pa bëshëm, Okej, mirë. Po çuan shumë shpejt do vini me shfaqje për dal aty. Pra familja Astari, ju të tre së bashku me Ilia Kaçin, do keni një shfaqje Familja Astari, hë sot, hë nesër. hem kështu, hem ashtu. Data e premierës është vendosur? Është vendosur. Data Është vendosur me dhe është hera 20 e mars. parë që ne po e themi. Dhe Sandri Si je mirë për reklamat. Jemi sa. Po reklamë. Është data 20 mars ku do jetë premiera e shfaqjes tonë të parë dhe të re, që quhet Familja Astari, hë sot hë nesër. Bukur shumë. Dhe do i kemi 3 fundjava rresht në sallën e madhe të Akademisë së Arteve. Atje ku nisi gjithçka. Po, tamam. Okej. mas datës 20. Pra neve nuk na mjafton vetëm skeçi juaj të dielave në Portokalli, por për 3 javë me radhë do vim dhe do ju shohim. Por menduam për këta njerëz që e shohin nga 2 herë nga 3 herë. E gjuat ta shohin. ti komentit. Nuk e kanë hack, e kanë dy fishu. Kemi shtuar pra që të vinë ta Një orë shohin gjys. A mund ta cekim pak se për çfarë bëhet fjalë? Patjetër, janë thelbi patjetër që janë sakrificat e kësaj familje me ngjarjet që i ndodhin në përdita. Edhe i munduar që në këtë shfaqje, duke i dhënë fokus total momente të ndryshme herë dedit, herë mua, herë principesës. Pra, duke i bërë ato faktorë të rëndësishëm të. Po Ilia është njerëka? Ilia është bukur. Është Xholi. Thesh mjekën ai. Nuk e di, jo. Ilia është tamam është Xholi jon, sepse është Kemi eksperimentuar një gjë të re. Po, dhe i cili do bëj disa personazhe të ndryshëm brenda shfaqjes tonë, dhe vetëm ne jemi me personazhet ton fix, dhe Ilia do ketë shumë ngjyra në këtë pjesë të. Di ketë të gjitha ato ngjyrat që mendoj unë apo jo? Lejlan nuk e di do ketë apo jo. Është ters në teatr, është Barros Molieri. Po. Është e vërtet kjo kur e bëni ti me sistemin kaç? Është legjend Edhe urban. neve na Si të bujara Siriu. O çula, po vini me një shfaqje teatri. Sepse për të ardhur më shumë afër publikut apo ju ka marrë malli për teatr? E thonë drejtën na kishte marrë malli për ta. Janë të dyja tamam, të drejtën, se jemi bazuar edhe Se çuat janë aktorë, janë me diplomë, s'ta dini. Gjithë diploma janë për sa i kanë marrë, sa si kanë marrë. Që s'na ka hyrë punë kurr. Domethënë s'na kanë kërkuar kurr. Jo, po ta kërkojnë ti e ke. Kishte krizë studentësh në akademi, por pas kësaj deklarante mund të thellohet kriza. Unë kam përdorur me të drejtën, do të dy institucione që punojnë, Po se ti je teatr, kështu që. Po vazhdo teatri ku Kështu që mund ka hyrë punë të drejtën, por kjo salla, kjo është shfaqje sa të salla. Po salla shumë mirë Shumë investuar. Për ta Kjo shohësh. shfaqje në të drejtën i ka të dyja bashkë, edhe pse na kishte marrë malli për të bërë një shfaqje teatri ndryshe, ja pra edhe ke teatri kukullave, po është tjetër gjë, tjetër emocion atje. Edhe menduam që edhe me familjen Astari sa herë prodhonim skeçet e Portokallis, ndiheshim si të pangopur. E tham pse jo, një formë për të nxjerrë më shumë nga vetja mund të jetë teatri. Okej, po patjetër. Jorge, po ty të është dashur diploma? Patjetër, po s'më merr të kemi ndryshe mua. Okej. S'më pranon të kemi. Okej, dokumentat tonë, pa dokumentat. Ka mbushur një cep të bufesa në shtëpi. Duket bukur. Po shuna, po kur s'na është dashur kjo diploma, për çfarë kemi bërë atë shkollën e kot? Për të marrë një urit për të ushtruar këtë profesion. Ja, për Unë teknikat. këtë kuptime kisha, nuk thash që nuk vlen diploma si aktor. Okej. Sepse normalisht je stërvitur, ke marrë mësime teorike dhe praktike dhe normalisht je formuar si aktor. Po, zysh si mira. diplom flas, si Po, si karton. nuk Erblin, si thotë zysh mira, hof të shof. Fundja falë asaj diplome, ne jemi sot këtu te kjo radio për të folur për të shfaqjen tonë që Sa i mirë është ky Sandër, sa mirë i bën këto llogocitje. Ti vazhdo ta sa. Shuna keni lënë ndonjë gaf super të madhe në sken?
Për shembull, Patjetër. ndonjë gjë që s'është kuptuar nga spektatori, po ju e keni kuptuar, për shembull, ka dalë Unë e kam në YouTube, e mund ta shohësh. frëngjisht, ta shohë frëngjisht. Duhet futesh te kjo videoja dhe t'ia ngresh televizorin Zëri Maksimum. Vetëm Jorken. edhe ka qenë një sketch, mos gaboj, ka qenë vdekje, ka qenë qok vdekje. Po. Edhe në një moment unë luja rolin e një gruaje që i kishte vdek burrin duket. Jo, Ajo ishte? ishte një kështu Ai isha nga ata që po bëja qokën. Ah, okay. Dhe në një moment të caktuar, unë them batutën çka kisha për të thënë dhe e dija që mbas meje duhet fliste Sandri, por u krijua një lloj pauze pak se më e Sandri po hapte gjatë. letrën. Isha me kurrë. Do lexonte një letër. Ky mendoj se harroi tekst. Edhe unë harrova që kisha edhe mikrofon dhe e ke ti. Po duhet t'ia ngresh zërin edhe t'jesh i gjë. E ke ti. Unë jam sken që kthem dhe shoh vjen që seriozisht po bëhet edhe vazhdoj materiali pastaj. Shumë e bukur. E bukur është se po nat material shoh edhe Erblinin që kishte vesh atletet e Landit personale. Kishte 3 numra më të vogla. Kishte edhe konveksion. Gafa jo në parë në sken që sezonin e parë të protokollit. Sezon të parë. Nuk që aty tha. Keni pas ndonjëherë kështu raste kështu për Pastaj kemi pas momente që më të kemi harruar tekst dhe ka kalu dhe Mirë, këto janë që mundohen. Jo, aty më kërkun u diploma dhe shpotoi Erblini, se ja kërkun. kemi pas improvizime nga ana e Erblinit që më provokonte. I shohim çdo të diel, duket qartë. Më thoshte që tani do të themi do të bëj gjë dhe më fus në sken direkt vetëm kur shikoj që rrëzoi edhe o pegoj gjithmonë surprizë për mua. Nuk ju ka pe qeshur aty në sken apo jo? Mundohemi mos na Qesha unë kapi. këtë javë. Do tani këtë ditë. Doli. Ah, doli, okay. Ta shohim edhe këtë YouTube. Angelo e keti. Jo më s'kam nuk kam më pyetje tani, se është e 29 ka Okej, do se reklama. keti. Eto se ka punë e ke ti, e ka emrin. Reklami. Ikim reklama, i kemi Albania Radio.